Gjeneta Fetau ka nisur disa ditë pushimi në Dubai, edhe pse nuk po e zbulon shoqëruesin e saj, thumbat nuk po i lën anash për asnjë moment. Ajo shfaqe veshur me të bardha teksa bërë një përshkrim në gjuhën angleze. Xhelozia jote është e zhurmshme, por suksesi im është akoma më i zhurmshëm. Shkroi ajo, ku duket se është dis drejtuar gjestit, ku edhe pse është në Dubai, ende nuk po e lën rehat gjestin. Na duhet të rikujtojmë se Gjeneta Fetau ditët e fundit ka qenë shumë e komentuar në mediat roz, dhe kjo për shkak se po kalon pushimet në Dubai me dikë shumë misterios. Nga Dubai, ajo na prezantoi me çantat luksoze nga markat më të shtrenjta, teksa i ka publikuar në Instastorin e saj. I ka bler vet apo personi misterios? Këtë e di vetëm Gjeneta, dhe ndoshta ne mund ta zbulojmë në ditët në vazhdim. Ju lutem klikoni tek butoni subscribe për të marrë të rejat më të fundit nga Showbizi shqiptar.